Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka prezantuar në një konferencë për shtyp banerin e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore për 11 majin. Berisha komenton edhe numrin 1 që ka rënë me short në fletën e votimit për Partinë Demokratike dhe Koalicionin për Shqipërinë Madhështore. Në fjalën e tij, Berisha thos se pas rënies së këtij numri, entuziazmi i demokratëve është edhe më i madh për fitore. Sipas Berishës, kush voton Partinë Demokratike është njësh. Nuk ka dhuratë më të madhe se sa kjo. Në të gjitha librat përshkruhet si më i miri, si i pari, dhe kur fati, që është sa hyjnor dhe toksor, i ra Partisë Demokratike të ketë këtë numër, entuziazmi i demokratëve dhe mbështetësve të Partisë Demokratike, por në tërësi shqiptarëve, ishte dhe është jashtëzakonisht i madh. Pra, ata që votojnë për Partinë Demokratike dhe Aleancën Shqipëria Madhështore votojnë njëshin. De facto janë njësha. Përgjatë fjalës së tij, i pyetur nga gazetarët, Berisha ka pranuar edhe se do të jetë në Kongresin e Partive Popullore Europiane në këtë aktivitet ku do të marrë edhe pjesë.